Platforma TikTok vazhdon të jetë e aksesueshme në vendin tonë. Autoritetet përgjegjëse thanë megjithatë për televizionin Klan se mbyllja do të bëhet me disa faza. Rrjeti social TikTok vijon të funksionojë në Shqipëri, ndërsa procesi për mbylljen e plotë të tij ende nuk ka përfunduar. Aplikacioni TikTok mbetet i hapur dhe funksional. Por ndryshe ndodh në shfrytëesit e celularit, përpjekjet për të hyrë në platformë përmes një faqeje web rezultojnë të pasuksesshme, duke konfirmuar se bllokimi është zbatuar në këtë kanal. I kontaktuar nga televizioni Klan, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike sqaron se data 13 mars nuk ishte afati përfundimtar për mbylljen e TikTok, por përfundimi i një faze të procesit i cili është ende në vijim. Lidhur me mundësitë e aksesimit të platformës përmes metodave që lejojnë përdoruesit të duken sikur ndodhen në një vend tjetër pa kufizime të TikTok, siç është përdorimi i VPN-s. AKSK tha se po punohet për të adresuar këtë çështje. Qeveria vendosi mbylljen e TikTokut për një vit në vendin tonë, vendim ky i nxitur nga vrasja e 14 vjeçarit në shkollën Fanoli në Tiranë.